Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Jemi sot në emisionin e ditës së shtunë me të ftuarin ton të zakonshëm, të përhershëm, mikun tim zotin Ilir Kulla, një nga analistët më inteligent që ka sot dhe më interesantë për publikun. Para se të fillojmë emisionin, dua t'ju kujtoj të gjithëve të bëjnë subscribe kanalit, mos harrojnë. Dhe dyta, falenderoj dhe sponsorët e emisionit ton, nga bashkëpunimi me të cilët është dhe një nga arsyet pse ne mund të vazhdojmë punën dhe të ekzistojmë. Falenderoj të gjithë ata që do dalin me ato shiritat aty poshtë, që janë të përzgjedhur midis shumë bizneseve të tjera, si më të mirët në treg, dhe kushdo që ka nevojë mjafton ty në YouTube ose të na shkruajnë në numrin ton WhatsApp. Falenderoj dhe ujin Lejthiza me produktet e veta të fundit, të cilat e o rekomandoj t'i përdorni sepse nuk do të zhgënjeni dhe janë shumë konkurrues, ndoshta edhe më të mirë se produktet e ngjashme tuaja, që kanë edhe një eksperiencë të gjatë, por që Lejthiza i ka arritur dhe ka filluar me një start shumë të fuqishëm. Falenderoj dhe vajin Musaj, një nga vajet më të mira në botë, që ka fituar 20 herë çmimet para në konkurset ndërkombëtare të vajit. Dhe mjafton t'ju them që është vaj që shpeshherë e preferon dhe familja e dhëndrit të presidentit Trump, sa herë që vinë në Vlorë nuk harrojnë, ose që ju vjen ndonjëri nuk harrojnë të marrin vajin Musaj. Ku është vaj Musaj? Gjeni vetë, është në Vlorë, në Skrofotin. Mirë, po fillojmë emisionin, ngjarje interesante, po vazhdojnë, por dhe shumë të rrezikshme në luftën midis Shtetet Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit. Guterres, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, ka bërë thirrje, portugezi ish kryeministri Portugalisë, shpeshherë i atakuar, siç e dini, me politikat e Netanyahut në lindjen e mesme dhe shpeshherë ka dalë në mbrojtje të popullit të Gazës dhe kundër veprimeve të ushtrisë izraelite mbi populatat civile në Gaza. Guterres ka bërë thirrje që të ndalet lufta, është momenti sot, sepse nesër do të jetë vonë dhe mund të përhapet shumë shpejt zjarri i luftës. Ndërkohë, presidenti Trump ka bërë disa deklarata kontradiktore. Në fillim ka thënë që nuk kemi nevojë për mbështetjen e fuqive të tjera në botë, pasi Shtetet Bashkuara në gjendje të zgjidhin vetë problemet e tyre, sidomos në lidhje me kalimin e anijeve në Hormuz. Më pas ka kërkuar ndihmën e Evropës, dhe kur Evropa ka thënë kjo nuk është lufta jonë dhe është përpjekur të qëndrojë larg kësaj lufte, presidenti Trump ka thënë se Starmer nuk është në nivelin e Churchillit, nuk mund të jetë një Churchill dhe është një zhgënjim për politikat transatlantike dhe perëndimore. Ilir, si shikon këtë distancimin e Evropës? Çfarë shikon ti këtu që Evropa i ka kthyer kurrizin luftës së Trumpit, duke pasur parasysh që Trumpi vazhdimisht ka qenë në konflikt për shumë çështje me Evropën, sidomos me kthimin në politikat tarifore dhe në lidhje me konflikte të tjera të ndryshme, siç është çështja e Groenlandës me Danimarkën, në krah të cilës kanë dalë dhe shtete të tjera evropiane kundër Trumpit. Shko, kjo është fotografia e asaj çfarë është realisht Evropa sot. E para njëherë Evropa është në pamundësi ta bëjë këtë. Ne kemi debatuar bashkë 2 emisione më parë për pafuqinë e Evropës. Pafuqia e Evropës është komplekse, është ekonomike, është politike, është edhe ushtarake. Është ekonomike sepse Evropa ka bërë në vazhdimsi nga epoka e pranverës arabe deri në ditët e sotme, ka bërë një politikë vetvrase në raport me interesat e saj ekonomike, kur vjen puna tek nafta dhe gazi. E para një qasje Evropës ndaj Libisë dhe pranverës arabe, pasi furnizimin që kishte Evropa që vinte nga Libia me gaz drejt për drejt nëpërmjet Italisë dhe me naftë drejt për drejt, ishte një mundësi shumë e mirë për Evropën që të vazhdonte të merrte energji me kosto të ulët.
ngjarjet e Libisë dhe të pranverës arabe etj praktikisht e pren furnizimin nga Mesdheu Jugor. Ngjarjet e 4 viteve më para kur Evropa vendosi të përgjigje fort me sanksione të forta kundër Rusisë. Sanksione të cilat në fakt nuk shkatruan as Rusinë dhe as rublën, por dobësuan Evropën dhe shkatruan gati tërësisht klasën drejtuese të vendeve europiane, të cilët 4 vjet më parë vendosën të bëjnë luftë Rusisë për shkak të këtyre ngjarjeve në Ukrainë, krijuan dhe atë handikapin e mos furnizimit të Evropës nga lindja me naftë dhe me gaz, por edhe ato vende që furnizohen me kushtet e Rusisë tashmë. Dhe ngjarja e tretë është pikërisht ngjarja e ditëve të fundit, pra ngjarja e 3 javëve të fundit, ku përfundimisht Evropës i bllokohen dhe rrugët e furnizimit me gaz nga Katari apo me naftë nga Gjiri. Në këtë pikë Evropës i ngelet shumë pak mënyra se si të furnizohet. Pra, është gazi që mund vi, gazi i lëngshëm që mund vi nga Amerika, ai pak gaz që vjen nga Algjeria dhe shkon drejt Francës, dhe ai pak gaz që vjen nëpërmjet tapit nga Azerbajxhani dhe kalon në fund fare Shqipëri dhe shkon drejt Italisë, por kjo është e pamjaftueshme të treja këto burime. Kështu që në një lloj forme Evropa nga një anë i thot politikisht, me që kalojmë tek faktori politik, i thot politikisht shëbas që ndërmore një veprim, fillove një luftë para informuar me ne që jemi aleat, po për më tepër ti nuk mund të pretendosh tash që të na tërheqësh në këtë luftë të humbim edhe akoma më shumë se ç'kemi humbur, pa pasur diçka në këmbim. Më pakta ulja çmimi të gazit dhe të naftës, nëse do duhet që Evropa të furnizojë nga SBA-ja me gaz. Dhe e treta është pamundësia, është ajo që tha kryeministri i Gjermanisë. Unë aq fregata kam thënë, mund t'i çoj të gjitha tjetër, se kjo është sot Evropa. Po ti heqë sot NATO-s, tre ushtrit kryesore që janë SBA-ja, Turqia dhe Anglia, që janë të tre anëtare të BE-s, Evropa kush ngelet? Ngelen disa vende, të cilat dikur kanë qenë të shkëlqyera, dikur kanë qenë të forta, por gjithmonë nën përkrajen dhe armatimin edhe fuqinë amerikane, po që sot janë vende në deklin. Kështu që si do të përfshihet Evropa? Me çfarë mekanizmash? Me çfarë buxhetimi? Sepse çështja ekonomike është gjëja kryesore sot në hapësirën europiane, dhe tek e fundit me cilin mekanizëm. Çdo përpjekje, për mendimin tim, europiane për të gjetur një konsensus politik në veprimet e ardhshme, siç është ky veprim lufte, që nga ngjarjet e 2022 të luftës së Ukrainës, e deri në ditët e sotshme, po duam edhe me Covidin. Besoj të kujtohet në Itali që i mblidhin njerëzit me thellësi dhe Evropa nuk i përgjigje Italisë, që ishte vend themelues, një nga vendet kryesorë të BE-s etj. Ka treguar në mënyrë të vazhdueshme dobësinë europiane. Kështu që presidenti Trump i bën presion Evropës. Ka logjik, sepse është vendatar i NATO-s dhe në këtë moment ai ka nevojë për mbështetje, por në anën tjetër duhet edhe të kuptojmë një gjë që Evropa sot e ka të pamundshme këtë gjë. Evropa harxhoi shumë energji nga pikpamja ushtarake dhe politike me çështjen Ukrainë-Rusi. Nuk pati sukses as politik, as ekonomik edhe as ushtarak në Ukrainë, përkundrazi, do dhe kundërta. Dhe tani një futje tjetër e më tutjeshme e Evropës në një luftë tjetër, pa llogaritur pasojat, për mendimin tim Evropa është duke shkuar për një arsye ose për një tjetër, është duke shkuar për nga përfundimi i Evropës, të ekzistencës së Evropës ashtu siç e kemi njohur ose siç e kemi konceptuar, që nuk do të thotë që do të shkatërrohet përfundimisht, po do të jetë detyruar të transformohet. Kështu nuk mund të vazhdojmë. Cili është interesi i Evropës nga kjo luftë? Ilish, ka interes të fitoj Amerika dhe Izraeli, apo ka interes që ato të humbasin dhe Evropa pasaj në përmjet dorës së miqësisë të afrohet me pramburimeve të Iranit? Nuk mendoj që ka një mendim sot në Evropë. Mendoj që ka disa mendime. Spanjollët i thonë amerikanëve, ju ndërhyt në Venezuelë dhe po ndërhyjnë në Amerikën Jugore, që është e jona, domethënë, pa na pyetur. Ish kolonit tonë. Pa na pyetur, në botën hispanike pa na pyetur. Dhe ka një logjik edhe kjo gjë. Franca jeton me grandërin që nuk e ka më.
Ndërkohë Franca ka probleme të brendshme, të jashtëzakonshme, pa llogaritur problemet ekonomike, mjaftojnë të shohësh problemet demografike me arabët, me emigracionin, me gjendjen politike të brendshme, e aq më tepër Trumpi për krah fort opozitën franceze për të ardhur në pushtet. Nacionalist. Gjermania e konfirmuar nga vetë gjermanët është një krizë që nuk ka ndodhur asnjëherë më pas luftës së dytë botërore, krizë ekonomike dhe politike, aq sa afroja sot, jo vetëm që është opozita kryesore, po është në nivelin e 30%. Italia, si rrjedhoje e krizave të njëpasnjëshme, të lindura me reformën drejtësi, me deindustrializimin, me zhvlerësimin e lirës, me hyrjen e euro, me një seri ngjarjesh që kanë ndodhur në 30 e sa vitet e fundit. Po e fundit ishte edhe kjo goditja nga lufta në Ukrainë, pra nga inflacioni dhe nga destabilizimi i gjithë BE-s, përfundoi që në pushtet pas gati 80 vitesh u kthye partia e Mussolinit, që është partia e zonjës Meloni. Sigurisht e transformuar, por një parti që deri kur ishte Berlusconi kryeminist, pra deri para 15 vjetësh ishte me 2%, sot është me 30 e sa %. Dhe në anën tjetër kemi populistët e tjerë që janë lëvizja me 5 yje, që është kthyer në opozitën kryesore, të cilët edhe ata janë për prishje të sistemit, pra nëse ne do shohim pak a shumë. Sot Meloni është një nga liderët më të fortë të Evropës, por që ki parasysh mënyra se si ka ardhur në pushtet dhe historia e partisë saj tregon që është një sforcim edhe i madh kjo gjë. Kush ngelet pastaj në Evropë? Janë vendet e lindjes që janë më seriozet për mendimin tim sot, që janë Slovakia, Hungaria, Polonia, Republika Çeke, por që ka popullsi të vogël, edhe përbëjnë treg të vogël. Jo, ata janë kundër politikave globaliste që kanë udhëhequr. Janë nordikët, po që s'kan lidhje fare me pjesën e këtu, dhe mungon gati totalisht politika mesdhetare, dhe kjo shprehet edhe me krizën e madhe që kanë logjika e vendeve anëtare në raport me burokracinë e Brukselit, dhe viktime kësaj jemi ne për shembull Ballkan që ndoqë deklaratën e kryeministrit suedez kundër Izraelit, sa Izraeli është një shtet terrorista që duhet të përgjigjet, duhet të izolohet nga gjithë komuniteti botëror, nga të gjitha institucionet duhet të përjashtohet. Tani vim tek ajo gjë që ishte deklaratë e papritur. Tani vim tek ajo gjë që sapo the. Në gjithë këtë histori, europianët, të cilët e din mirë pse është krijuar Izraeli, është krijuar në 48-ën si rrjedhoj e një borxhi që europianët duhet të paguanin për shkak të luftës së dytë botërore, pra për shkak të përndjekjes që u bë hebrejve në luftën e dytë botërore, dhe lejuan që të krijohet Izraeli. Dhe tani europianët thonë, ne nuk duam të hyjmë në një luftë botërore për Izraelin. Pra de facto nuk e kanë me Donald Trumpin, e kanë me Bibi Netanyahu. Dhe e fundit fare, Fredi, nëse do të ketë një luftë me trupa në Iran, eksperienca na mëson, edhe për shkak të luftës në Irak, edhe për shkak të luftës në Afganistan, për shkak të gjitha luftave, që duhen rreth të paktën 1 milion trupa për të dërguar edhe për të luftuar, edhe lufta në Ukrainë. Pam që është lufta e frontit pastaj që vendos fatet. Është opsioni bërthamor, përveç opsionit. Pra, o opsioni bërthamor, o opsioni me trupa. Të dyja janë opsione ekstreme. Për asnjë nga këto të dy opsionet Evropa nuk është e përgatitur. Po. Ilir, Kina ka qenë para që ka guxuar që nëpërmjet tishullit Kark, ku bëhet kalimi i 90% naftës së Iranit, kishin filluar të bënin tregti në kuadër të bashkëpunimit të Iranit me BRICS-in, me yen. Pra, kishin filluar të rëzonin atë që quhet petrodollari, marrëveshja Smithsoniane të vitit 72 me OPEC-un që e bëri presidenti Nixon, që është një nga marrëveshjet e mëdha që stabilizoi dollarin, për shkak se dollari si një monedhë ndërkombëtare globale që garantonte ekuivalentimin me arë, nëse shtetet e ndryshme të cilat bënin tregti kishin depozita dollarësh, kishin drejt ta ndronin me arë
në Fedin, në Federal Reserve. Dhe për shkak se mungesat e arit ishin tilla që kufizonin zhvillimin e ekonomisë dhe rritjen e emisionit të paras të dollarit, u kalua në ari i zi, që ishte nafta, e cila duhet të ishte ashtu si floriri, ari i bardhë ose i verdhë, nëse mund ta quajmë, do të ishte mbështetës i emisionit të paras. Po, ishte vazhdimi i Bretonusit. Dhe në qoftë se shiteshe 1 litër naftë në lindjen e mesme nga vendet e lindjes së mesme nga kompanitë e tyre shtetërore apo private, shiteshe diku me dollar, automatikisht ky mall kalonte si peshë e ekonomisë amerikane dhe ekonomia amerikane kishte mundësi të furnizonte gjithë botën me këtë para e cila do të ishte garantori i madh. Mirë po këtë e prishi Irani me Kinën dhe po e mban mend Trumpi bëri një paralajmërim të fortë që muajin e parë që erdhi në pushtet si president, tha mos guxoni kur tha se do merrni veten me qafë në qoftë se rrëzoni petrodollarin. Kjo ishte ideja e tij sapo erdhi në pushtet. Tashi, Izraeli ka dashur ta shkatrojë ishullin Kark me bombardime të fuqishme, i cili është një ishull i vogël, ndërsa Shtetet e Bashkuara nuk e kanë lejuar dhe kanë shkatruar vetëm instalimet ushtarake që ka pasur aty në yjet gjiritorë. Veçet për tu parë. Po mirë, kështu është deklaruar dhe nuk ka ngacmuar vetëm këto impjantet që kishin të bënin me tregtin e naftës. Kina ka përdorur sistemin e saj CFS, CIPS që quhet, dhe në përmjet bankës Kunlunit ka bërë transfertat në jenë në Iran për naftën që ka marrë. Në datën 7 mars, një anije kineze e quajtur Nor ka marrë rreth më 7 mars ka ngarkuar 2.1 milion fuqi naftë të papërpunuar dhe pagesa është bërë përsëri me jenë. Trumpi ka ftuar dhe Kinën krahas vendeve të Bashkimit Evropian që të sigurojë kalimin e anijeve tregtare në Hormuz dhe që të jetë si garantore që Irani të mos godasë anijet tregtare me qëllim që të mos lejohet ulja e ofertës së naftës dhe ngritja e çmimeve. Mirë po, pika nye e kontrollit për të kaluar janë Shtetet e Bashkuara pasi të dalë nga Hormuzi. Dhe Kina tash ka 2 alternativa, ose të nënshtrohet dhe t'ju tregoj vendeve një brez, një rrugë që ajo ju ka dhënë garanci që ne do të jemi të pavarur në tregtin ton dhe të shkojë aty të marrë pjesë dhe të detyrohet që të gjitha pagesat të mos bëhen me yen, po të bëhen në dollar, ose të mos shkojë dhe të lejojë zgjerimin e luftës dhe rritjen e kostove të naftës. Kina është në dilemë këto ditë sepse presidenti Trumpi ka bërë thirrje disa herë që të vijë me marinën ushtarake dhe të ndikojë mbi Iranin që të mos godasë anijet tregtare, por kushti është, siç e thash, që tregtia do bëhet vetëm me dollar dhe kontrollorët do jenë amerikanët. Ose ndryshe Kina nuk do ketë më mundësi të marrë naftë. Këtë kush e thot? Kë? Që s'do ketë Kina mundësi të marrë naftë. Po sepse ka embargo, e kanë rrethuar. Vetëm mund të marrë nga malet andaj, po nga deti. Po pra kush e thot? Pra ky është problemi. Ata që thonë këtë gjë, amerikanët e thonë. Po pra ky është problemi. Ata që thonë këtë gjë ishin ata që deri dje kanë thënë që Iranit ju shkatërrua gjithë aftësia për të goditur. Iranit ju shkatërrua gjithë aftësia ushtarake e tjerë dhe jo më larg se sot, po burimet e Pentagonit, konfirmuar dhe nga burimet britanike, na konfirmuan komplet kundërtën që nga Irani janë nisur 2 raketa që kanë shkuar 4000 kilometra larg deri në ishullin e famshëm në Oqeanin Indian ku ndodhen bombarduesit. San Diego. Ku ndodhen bombarduesit e rëndë të ushtrisë SBA-s edhe të Britanisë ku ka dhe armë bërthamore. Dhe si ka mundësi më i lirë nga një anë këta të antiterrorit theshin që nuk vjen këtu 2000 kilometra larg.
merru me ulësi e zëgjio me këto, unë flas për gjëra të nivelit strategjik dhe ushtarak. Nga një anë, ne kemi konfirmimin e herpasershëm të burimeve të SBA si shteti më i madh dhe më serioz në botë, shoqëruar me Izraelin që është shteti më militarist në botë dhe i shumë serioz nga kjo pikpamje. Vetë kryeministri i Izraelit Bibi Netanyahu 2 ditë më parë tha që ne kemi goditur në 80% aftësinë goditëse etj, por pastaj nga një anë thoshte këtë dhe në anën tjetër thoshte që por duhet përgatitur ndërhyrja me trupa për të rrezuar regjimin etj. Pra, janë gjëra që nuk shojnë. Pra, kush e thot? Fakti është që deri tani ne kemi një panoramë shqedo në cilën Kina, Irani dhe aleatët e tyre, përfshirë Rusinë, kanë një projekt dhe një plan që nuk ka të bëjë thjesht vetëm me tregtinë e karburanteve, por ato kanë një projekt për ta përzënë fare prezencën perëndimore nga Gjiri Persik. Kjo është arsyeja pse po bombardojnë ato qeveritë arabe, vendeve arabe, e shoqëruar dje me faktin që Izraeli nuk lejoi falje në Xhamin Al-Aqsa, që është objekti më i tretë i rëndësishëm për muslimanët në botë në ditën e Bajramit, sepse unë mendoj që thellë në planet strategjike të Iranit, të Kinës dhe të Rusisë, është që nëse vendet arabe do të rreshtohen me Izraelin, atëherë të fillojë kryengritja nga brenda. Mund të bashkohen sunitët me shiitët në një luftë të përbashkët? Është ajo në këtë pikë do të ndodhin dy gjëra. O arabët do t'i kthehen me luftë Iranit kundër, njëri tjetrit. Pra, o sunitët do kthehen kundër Iranit, Erdogani po mundoj ta evitoj këtë gjë, përkundazi po mundoj të ketë gjithë një front, ka dërguar ministrin e tij të jashtëm pikërisht këto ditë në Katar dhe në vendet e Gjirit që të ketë një alternativë të tillë, ose nëse nuk do të ketë një luftë arabo-iraniane, do të kemi një front të përbashkët kundër Izraelit dhe të tjerëve. Dhe mos harrojmë që 2 vjet më parë marrëveshjen mes Iranit dhe Arabisë Saudite e negocioi pikërisht Kina dhe lidhej me këtë gjë që ne po flasim. Me drejt ju thonin që Saddam Husseini u shkatrua sepse vendosi të hiqte petrodollarin dhe të vendoste euron. Kjo është arsye e vërtetë. Erën e Saddamit. Në anën tjetër, Gaddafi vendosi të bënte monedhën afrikane, pra një monedhë për bashkët afrikane dhe të nxirrte jashtë përdorimit dollarin dhe u shkatrua. Tonte të merrte emision me paras kundër Rothschildëve, sepse ata kanë bankat qendrore. Por këtu jemi në një front shumë më të gjerë se aq. Dhe presidenti Trump është shumë i qartë në faktin që ai nuk kërkon demokratizimin e Iranit. Thellë nuk është se i ndjen shumë edhe për llojin e regjimit që është në Iran. Përderisa kanë jetuar 50 vjet, vazhdojnë jetojnë edhe 50 vjet tjerë edhe me këtë regjim. Nuk është si paraardhësit e vet që premtonin demokraci dhe pastaj merrnin naftën. Ai thellë kërkon një marrëveshje të madhe për gazin dhe për naftën dhe për energjinë në lindjen e mesme. Dhe me çfarë e shoqëron këtë gjë? Ka drejt, sepse koha na tregon që paska pas drejt. Pra, presidenti Trump u tërhoq nga marrëveshja e 2018-s për armët bërthamore me Iranin, pikërisht për shkak të raketave. Por këto 2 raketat që kanë shkuar dje nga Irani në ishullin Diego Garcia në Oqeanin Indian, mbi 4000 kilometra, na tregon që nuk paska qenë e vërtet që kemi të bëjmë me programet raketore që Irani ka pas deri në vitin 2014, po ka zhvilluar programe të tjera 12 vitet e fundit, të cilat kanë qenë gjitha sekrete dhe për cilat izraelitët edhe amerikanët pas kanë pas informacion dhe jo rastisht e kanë bërë këtë gjë. Po iranianët pse kanë bërë? Pikërisht për të mos përfunduar si përfundoi Kadhafi dhe Saddami, pra për të pasur sisteme ushtarake autonome në gjendje që ta mbrojnë pra regjimin e tyre. Pra, gjithë ajo kriza ekonomike e brendshme e Iranit pas ka ardhur si rrjedhoi e faktit që cash flow, paratë që kanë mbledhur nga tregtia e naftës dhe gazit, i kanë investuar në industrinë kimike, në industrinë raketore, edhe pse jo në industrinë bërthamore. Tani, si mund shkoj? Unë, për mendimin tim, jemi ende tek 50% me 50%. O për shkak dhe këtu duhet lexojmë anullimin e vizitës së presidentit Trump në Kinë.
Pra nëse do të kishim vizitën e presidentit Trump në Kinë, me siguri do të kishim dhe marrëveshjen për luftën e Iranit. Fakti që ne kemi anullimin e vizitës së presidentit Trump në Kinë do të thotë që lufta e Iranit do të vazhdojë. Trump nuk ka letra të forta për të negociuar. Pentagoni kërkoi $200 miliard pikërisht që të vazhdojë luftën, ja kërkoi Kongresit, dhe jemi në pikën klasike ku asnjë nga 3 aktorët kryesorë që është në luftë ushtarake sot, pa llogaritur këta të luftës ekonomike, as SBA-ja, as Izraeli dhe as Irani, asnjë nga këta 3 nuk mund të humbë. SBA-ja po të humbë, do të largohet një herë përgjithmonë nga gjiri. Izraeli po të humbë, rrezikon zhdukje nga harta. Irani po të humbë, rrezikon shpërbërjen në disa shtete. Pra, jemi në një pikë, në një ngërç të pa kalkuluar më përpara. Ku palët, siç e patëm thënë në emisionin e parë, ishin vetëm në nxemje dhe akoma nuk kanë nxjerrë kartat e vërteta në teorinë. Kartat e vërteta, për mendimin tim, janë sigurisht lojrat e mëdha të gjeoekonomisë. Nafta, gazi dhe arsyeja pse Kina vazhdon dhe bën të fortën, është se Kina nuk e ka ndihmuar Iranin vetëm ekonomik, po e ka ndihmuar dhe me teknologji ushtarake. Kina sot është një nga prodhuesit numër 1 në botë të gjitha armatimeve të komsorisë. Dhe projekti kinez për të ndërtuar gasjellsin dhe naftsjellsin nga Irani në Kinë dhe për ta furnizuar me energji drejt për drejt ekonominë kineze në një anë dhe këtë poshtë ekonominë indiane, është dhe arsye e vërtetë e kësaj lufte. Po. Ilir, do të bëj një pyetje çik më gjithëpërfshirëse. Në Davos, kur ka dalë ai zëdhënësi Klaus Schwab her pas here, ka folur për një, edhe këta globalistët kanë pasur këto agenda të jeshile dhe në programin e tyre, në atë që quhet Agenda Rockefeller 2030, këta kanë pasur heqjen e përdorimit të karburanteve dhe promovimin e makinave të transportit me bateri dhe heqjen e prodhimit të energjisë me centrale bërthamore dhe përdorimin e këtyre çamave, çka quhen këto që bëjnë për energji elektrike këto. Green energy, po, paneleve diellore. Paneleve diellore, e cila në fakt do të ulte fuqinë elektrike për të prodhuar, për të pasur metalurgji të fuqishme që kërkojnë energji të larta të fuqishme nga energjia bërthamore apo energjia hidrike. Dhe Trumpi u ka dalë vazhdimisht dhe në vitin 2019, para se të largohesh një vit përpara, në janar, ka deklaruar në Davos që bota do t'ju përkas patriotëve dhe nacionalistëve dhe jo globalistëve. Dhe aty ka mbajtur dhe George Sorosi, madh një fjalim dhe ka thënë që Trumpin për 7-8 muaj do ta fshijmë nga politika dhe në fakt e mund në fund të vitit 2019 duke sjell Bidenin. Tashi, njëkohësisht në Agenda 2030 Rockefeller është e programuar që mbasi të ketë një depopullim të madh të njerëzve me luftra, me uri, por edhe nëpërmjet përdorimit të vaksinimit dhe përdorimit të valve MFA të kësaj, ne tash i përdorim 5G, por 6G, 7G, sigurisht flitet nga shumë studios që do të jap probleme këtë vaksinuarit. Dhe këta duan të fusin transportin me bateri dhe heqjen e naftës. Dhe njëkohësisht duan të bëjnë mikročipimin e njerëzve dhe futjen e robotikës në prodhimin industrial në një mënyrë sa më të gjerë. Trumpi u ka dalë këtyre kundra, po të shikosh, lufta që po ndodh sot në Iran dhe bllokimet në Hormuz po fillojnë të rritin shumë çmimin e naftës dhe nuk e dim se sa do të vazhdojë kjo rritje e naftës. Ndërkohë Trumpi që është kundër agendës 2030 me fjalë ka pranë ti gjitha bosët e mëdhenj të Silicon Valley, që nga ky i Teslës që kishte emrin ky
Elon Musku, edhe këta të tjerët, të gjithë të Silicon Valley janë njerëzit më të fuqishëm sot në administratën Trump. Mos është një shtirje dhe këta që ishin si patriot janë duke çuar botën drejt zgjerimit të luftrave, depopullimit dhe çuarjes drejt mikroçipimit, pra kontrollit shumicës popullsisë nga një pakicë shumë e vogël dhe këta pasaj të kontrollojnë inteligjencën artificiale, këta që janë të kontrolluar nga kjo pakicë e cila nuk kontrollohet nga askush, pra pak familje të mëdha dhe të fuqishme. Mos është një teatër i madh që po e çon botën drejt agjendës 2030 që kanë programuar Rockefeller dhe Davosi. Kjo që thoni ju është shumë konspirative. Dhe unë i jap drejtën vetes të mos futem në teori konspiracioni, por të ngelem tek disa fakte për Po, ne kem në tokë. Fakti i parë është që po të mos kishte qenë e gjithë kjo krizë e cila filloi që nga pandemia, pastaj u vijua me luftën në Ukrainë, pastaj u vijua me luftën në Gaza, dhe që në thelb vetën ka një element shumë të rëndësishëm. Deindustrializimin e perëndimit dhe dërgimin e gjithë sistemit industrial. E ka klubi Romës. Në lindje, solli varfrimin e perëndimit dhe pafuqinë e perëndimit, i cili realisht sot ka vetëm sistemin financiar në dorë, prandaj Trump është i nervozuar se po iku dhe sistemi financiar nuk ngelet asgjë më pastaj për perëndimin. Evropa ka marrë fund, po flasim për Amerikën, domethënë. Prandaj është rëndësishëm petrodollari ose dollari në tërësi. Ndërkohë që sistemi industrial është në duart e ka Lockheed Martin, produsin e madh në duart e lindjes, pra të Kinës, Indisë, pra të fuqive lindore. Ndërkohë në duart e lindjes ndodhet dhe energjia. Rusia, Irani dhe Arabia Saudite. Ndërkohë, arsye pse Trumpi kërkonte dhe kërkon polin e Veriut, gjitha zonat që përfshi edhe konfliktin e saj me Danimarkën për Grönlandën, është çështja e mineraleve të rralla, sepse 75% e mineraleve të rralla të sotshme janë në duart e Kinës. Pra, ta themi me fjalë që furnizon dhe Amerikën me këto minerale të rralla. Po, pikërisht pra, edhe këta miliarderët e mëdhenj nuk kanë ku shkojnë pa minerale të rralla, se gjithë nanoteknologjia nga ajo bëhet. Që ta themi me fjalë të thjeshta. Perëndimi nxorri globalizmin si mënyrë për të dominuar botën. Por me kalimin e viteve, me fuqizimin e fuqive lindore, globalizmi ju kthye në një kundërshtar, sepse pan veten të dobësuar në raport me kjo gjë, solli në proteksionizmin dhe patriotizmin që i solli në pushtet Donald Trumpin për herë të dytë në zgjedhjet e treta, por që nuk i si rrjedhoi e forcës së Amerikës, është si rrjedhoi e dobësisë së Amerikës dhe përgjithësi të perëndimit. Tani po ta lidhim me faktorët, 5 faktorët pesë shtyllet e sigurisë ndërkombëtare, që janë ekonomia, që sapo e përmendëm, demografia, shëndeti, klima dhe luftrat. Kjo që po ndodh në Iran është momenti perfekt për shpërtimin e një lufte botërore. Sepse nëse të kujtohet edhe lufta e parë, edhe lufta e dytë. Frika e Guiterres, që poli dje. Pra, edhe lufta e parë, edhe lufta e dytë, nuk kanë lindur kurrë me planin për të krijuar një luftë botërore, po ka ardhur si rrjedhojë e prishjes së ekuilibrave të forcës të njërës palë me tjetrën palë. Hapet zjarri në pyll, bie në një vend, po tani ajo që më shqetëson mua është që u prish takimi i Pekinit. Sepse ndoshta takimi i Pekinit do të ishte një mundësi. Kush e prishi? Cila palë? Unë mendoj që 2 palët e kanë prishur. Po, të dyja nuk janë gati, derisa të qartësohet situata. Sepse që të kenë gati duhet të kenë një rezultat në terren. Po. Kjo është dhe arsye pse iranianët nuk janë fare shqetësuar për faktin që janë vrarë disa nga liderat, përkundrazi, po e përdorin këtë gjë që gjithë populli nga brenda ta quajë këtë si pushtim nga jashtë dhe regjimin në vend që dobësoi është forcuar. Dhe jemi në javën e 4 të luftës dhe objektivat kryesorë që i kishin vënë fuqitë sulmuese vetes tyre për një muaj, siç ishin rënia e regjimit, nxjerrja e njerëzve, problemet ekonomike, një marrëveshje mundshme ekonomike mes
shëbaras Iranit për çështjen e blerjes naftës dhe të gazit në mënyrë ekskluzive atje, nuk është jo vetëm që s'është realizuar asnjëra, por ka dalë në një kontekst komplet tjetër. Përfshirja e mundshme e një lufte të drejtë për drejtë të vendeve arabe sunite kundër Iranit, do të thotë edhe zgjerimi i konfliktit, do të thotë shkalla 2 të kësaj që po flasim, pra të një lufte globale. Fakti që sot iranianët treguan që mund të çojnë një raket deri në 4-5.000 kilometra larg, do të thotë që gjithë Evropa, gjithë rrezja, gjitha bazat në Evropë janë të gjitha të ekspozuara në një sulm të madh, dhe fakti që Kina nuk dëshiron të ketë tani një marrëdhënie. Shqipëria mund të jetë në këtë rrezik i lirë, si më. Shqipëria, unë ta kam shpjeguar edhe një herë, Shqipëria është një vend shumë i vogël, është një vend. Jo, për shkak të bazës në Mans. Kjo do të ishte vetëm në rastin që dikush do, pra, nëse është e vërtetë ajo që ka thënë Mojtaba Khamenei, pra Ayatollahu i ri, që një nga projektet që mund të ketë Irani në vazhdimin e luftës është destabilizimi i vendeve nëpërmjet prishjes së sezonit të turizmit. Kjo mund të jetë e vlefshme edhe për Shqipërinë, dhe për Italinë, dhe për Greqinë, dhe për Turqinë, dhe për gjithë vendet e tjera. Pra, se ky Rama shpalli dhe, domethënë, Iranin si vend terrorist dhe mund. Ai është një veprim politik, është e drejta e tij politikisht të bëjë çfarë doj. Një gjë është e thjeshtë. E pësojmë ne nëse ka postoja kjo. Një gjë është e thjeshtë që ne të gatshëm për luftë nuk kemi, sepse po ç'na duhet ne atëherë që hedhim benzinë, një kovë me benzinë në zjarr. Kjo është çështje opinioni politik. Ai është kryeministri i këtij vendi. Ky vend është i vogël dhe është modest. Të dyja palët kanë pas konsensus. E filloi Berisha marrjen e atyre që erdhën në Mans, edhe vijoi Rama. Duket që ka një konsensus 100% për sa i përket këtyre çështjeve të raportit të luftës së Iranit. Kjo gjë është në sovranitetin e tyre politik të këtij parlamenti, për arsyet e tyre që mund mendoj që s'ka nevojë as të komentojmë ne jemi në NATO dhe do shkojmë atje ku shkon Amerika, dhe mirë e bën që ka këtë lloj. Por në anën tjetër, nëse do të kishim për shembull një qoftë edhe një goditje, mund të ndjekim në taktikat Orbanit, që megjithëse është në BE dhe në NATO për disa çështje i kundërshton dhe ruan integritetin e Hungarisë. Kjo është çështje tjetër në cilën unë nuk dua të hyj sepse është politike e brendshme. Ata kanë marrë këtë vendim dhe të dyja palët, të dyja blloqet janë në një rresht. Të dyja blloqet një herë vërtet ambasada amerikane rrin rresht. Dhe për këtë punë ne nuk kemi asnjë dyshim se kështu ka qenë në Shqipëri që gjithmonë nuk është tani. A është e drejtë, është e pa drejtë, secili ka mendimin e vet. Unë po të isha kryeministër, do të qëndroja po në të njëjtën linjë, se nuk është se kam një variant alternativ. Po a rrezikoj? Ti e di që unë kam shpallur atë dëshirën për të bërë president në rast se do të ketë zgjedhje, kam deklaruar disa herë këtu. Dhe në qoftë se unë do të arrit të bëjmë, gjë e parë që do përpiqem të bëj është të prish këtë marrëveshje. Jo se kam gjë me këta këtu, në luftën e tyre, është punë e tyre, janë problemet e tyre, ne nuk ka pse të përfshihemi në këto probleme. Ti ke qenë deputet, ke qenë nën kryetari i Komisionit të Sigurisë, ke qenë sekretari i Komisionit të Jashtëm, ke qenë sekretari i përgjithshëm një partie politike, është e drejta jote të kthesh në politikë, të bësh politikë kur të duash, të kesh mendimet e tua. Këtu ne kemi ardhur të flasim ekskluzivisht për analizë geopolitike. Jo, e them për dëgjuesit ta, jo. Ne kemi ardhur të flasim vetë ekskluzivisht për analizë geopolitike. Ka aktorë dhe faktorë tjerë politikë me të cilët ti mund ta analizosh. Unë sigurisht që unë kam mendimin tim për gjën fjalë, por brenda legjislacionit të këtij vendi ajo është një rezolutë e cila nga pikpamja ekzekutive nuk ka asnjë vlerë. Ka nga pikpamja politike që ky lëshoi një mesazh tjerëve, po realisht ne me Iranin kemi mbyllur marrëdhënien në 2022. Jo, e di pse ta shtova këtë Ilir, se e di që ti nuk i ke qef këto bisedat e brendshme, por shikon ti ndonjë mundësi që ky të prishet, domethënë në shtetet shqiptar me Evropën e cila nuk po mban të njëjtin qëndrim, ndërsa ne themi duam të hyjmë në BE, ky po mban qëndrime kundër. Problemet tona me BE nuk kanë lidhje me politikën e jashtme, kanë lidhje me politikën e brendshme. Kanë lidhje me çështjet e korrupsionit, kanë lidhje me çështjen e funksionimit apo mos funksionimit të reformës drejtësi, me çështjen e kriminalitetit, trafikut drogës, me çështjen e ekonomisë. Kanë lidhje me situatën në Ballkan,
Jo, dhe politika jashtme duhet të jetë unifikuar. Ka lidhje me situatën në Ballkan. Pra, unë mendoj që çështja e Iranit është e fundit që vjen në raport me Shqipërinë. Dhe raportet që vijnë nga BE-ja, apo dhe qendrimet që mbajnë institucionet ndërkombëtare në raport se si funksionon këtu brenda, janë ato të cilat realisht duhet ta çojnë klasën politike. Por unë mendoj që të shohësh se si vjen në rresht të dyja frontet politike. Sot është shumë e thjeshtë ta identifikosh faktin që sovranitet politik real në Shqipëri nuk ka. As nga ata që janë pushtet dhe as nga ata që janë opozitë. Por më lejo të them edhe një herë, e ndryshojmë bisedën kalojmë në një kontekst për cilën do të Ilir, një nga opsionet e mundshme teorike është që të mbyllet lufta është goditja nukleare. Gjithashtu mendoj që mund të ketë një përpjekje për të përhapur luftën midis sunitëve dhe shiitëve, atë që e thatë dhe ju si një variant i mundshëm, duke përdorur goditjen e xhamisë Al-Aqsa dhe për t'ia hedhur fajin për këtë Iranit, që mund të jetë ai autor ose edhe mund të mos jetë, mund të jetë edhe false flag, pra flamur i rem, mund ta bëj vetë Perëndimi goditjen ose Izraeli kryesisht. Dhe t'ja hedh fajin Iranit dhe ta përdor si një moment për të filluar një luftë kundër sunitëve dhe shiitëve. Varianti i dytë, janë dy pyetje këtu. Varianti i dytë është që të goditet me armë nukleare Irani për të dorëzuar dhe për të rënë në gjunjë përballë Izraelit. Në rast se kjo ndodh, atëherë do të ketë një përfshirje, mendoj unë, dhe të Rusisë dhe të Kinës do të hyjnë në luftë. Dhe mendoj që në qoftë se ndodh kjo, dhe unë parashikoj deri në datën 15 prill do mbyllen këto gjëra, mendimi im. Dhe unë mendoj që në qoftë se do të ketë një goditje bërthamore, automatikisht brenda pak ditësh ose mos them pak orësh mund të fillojë një luftë e Serbisë kundër Kosovës. Shikon ti ndonjë lidhje mes tyre? Domethënë ke dy pyetje. Mund të hyjnë sunitët nëpërmjet përdorimit të goditjes xhamisë Al-Aqsa dhe e dyta, në rast se ka një goditje bërthamore, a mund të ketë një luftë midis serbëve dhe Kosovës dhe a duhet të jenë të përgatitur shqiptarët për një skenar të tillë? Atëherë, për sa i përket pyetjes parë, unë them që opsioni i fundit që mbetet në këtë luftë që ka nisur është opsioni bërthamor, por nuk është akoma kërcënim real. Jemi vetëm në një rrezik potencial për vetë faktin që një nga fuqitë aty është fuqi bërthamore, që është fuqia e dytë bërthamore sot në botë, që është SHBAE. Edhe fakti që Irani është përpjekur disa herë të bombardojë edhe bazat ku qëndrojnë armët bërthamore, edhe ajo në Kipro, edhe Incirliku në Turqi, Dimona në Izrael. Dimona në Izrael, apo edhe në Garcia që sapo e përmenda pra në Oqeanin Indian. Pra, duam, pra duke qenë që kemi të bëjmë një fuqi bërthamore, opsioni i përdorimit të armëve të shkatrimit mas, ku përfshihet dhe armë bërthamore, por dhe armët kimike që ka Irani, janë opsione që mbeten, por nuk janë ende kërcënim real. Janë vetëm një rrezik potencial. A do të jetë kjo e mundur? Kjo varet nga vendimarrjet që do të marrin. Unë nuk e shoh kaq shpejt, për vetë faktin që Amerika tash po përpiqet të mbledh trupa dhe t'i çojë në Gjirin Persik. Ka përgatitur rreth 3500-4000 forca marine. Do të pushtoj ishullin Kark. Ta shohim, nëse është e mundshme. Apo opsioni që dha kryeministri i Izraelit që për të rrëzuar regjimin duhet të përgatitemi për një pushtim nga tokat të Iranit, apo edhe ministri i jashtëm i Iranit që tha le të vinë, le ta provojnë, tha nëse mund të na pushtojnë apo jo. Pra këto janë të gjitha hipoteza që ngelen në vijim të vazhdimësisë luftës. Gjë që na çon të mendojmë që jo vetëm që nuk do të kemi pushim të luftës, po do kemi zgjatim kësaj, dhe jo vetëm që s'do bien çmimet, por çmimet do të rriten. Unë druaj se nuk do të ketë më shumë se aq zgjerim. Pra, unë mendoj që Turqia po bën një politikë të mençur dhe nuk kërkon angazhim dhe impenjim të saj në luftë, edhe pse e di shumë mirë që kjo do të kishte ndikim të drejtë për drejtë në kufijtë e saj. Turqia është një vend që në 20 vitet e fundit i ka patur luftra të gjitha rrotull vetës, i ka patur në fillim në
Irak në 2003, pastaj në Siri me Pranverën Arabe, pastaj ka patur luftrat në Kaukaz mes Armenisë edhe Azerbajxhanit, pastaj lufta në detin e Ezi, Rusi-Ukrainë dhe tani është lufta e Iranit. Pra, luftat kanë ardhur gjitha rrotull Turqisë, por Turqia nuk është përfshirë në një luftë drejt për drejt, sepse ka bërë një politikë të mëxhur. Kështu që duke qenë që jemi përballë kësaj gjë, unë nuk mendoj se SBA-ja do të hynte aventurë si të humbte një aleat kaq të rëndësishëm për atë rajon sa ç'është Turqia. Pikërisht sepse SBA-s intereson ekzistenca e Izraelit, nuk mund ta humb dot Turqinë dhe ta kalojë në frontin e kundërshtarëve. Në të njëjtën kohë, është qartë që ka një lojë politike, që loja politike është me shumë faktorë edhe shumë efort për të kërcënuar me zgjerimin e konfliktit, përfshirë këtu dhe armët e shkatrimit mas, dhe ajo që thatë ju, nëse ka një luftë botërore, nëse ka një zgjerim të luftës, a ka mundësi të rikthimit të luftës në Ballkan? Sigurisht që ka. Kjo është një mundësi që intereson Rusisë hapja sa më shumë bërë. Kjo është një mundësi, jo, ki parasysh vetë serbët, Fredi, ka një problem psikologjik. Nuk është problem i pakët për serbët. Serbët i kanë humbur gjitha luftat në vitet 90. Dhe fundit që humbën ishte edhe lufta në Kosovë. Madje edhe para 2 vjetësh humbën luftën në Banjsk. Pra, edhe vetë serbët mezi presin të kenë një moment që ata tregojnë një lloj force për të patur kartat për të udhur në tavolinë, për të jetur në tavolinë. Por prap kjo ngelet në pjesën e opsionit që lufta zgjerohet dhe shkojmë në një luftë botërore. Nuk jemi ende atje. Pra, jemi potencialisht në zgjerim. Nuk jemi në pikën që SBA-ja po mbet luftën, se po të ishim këtë pikë, po. Përkundërzi, SBA-ja ka goditur mbi 8.000 objektiv në gjithë Iranin, që është shumë, është pak. Nuk kemi në pikën që Izraeli po mbet luftën, përkundërzi Izraeli rihapi edhe një herë frontin e Libanit e tjerë. Por nuk kemi as në pikën që Irani po mbet luftën. Apo po braktiset nga aleatët e vetë siç është Rusia dhe Kina e tjerë. Flitet që Rusia ka dërguar 250.000 trupa në kufi me Iranin, është e vërtet kjo? Jo, unë isha në Baku, isha në Azerbajxhan dhe pash që Rusia dërgon gati çdo ditë shpesh avion me ndihma, me ndoshta me armatime, me ushqime, me tjerë, dhe shkojnë dhe vinë, domethënë. Po trupa, jo, sepse lëvizja e trupave është një gjë, unë nuk mendoj që Rusia sot ka interesin e heqjes së vëmendjes nga Ukraina dhe zhvendosjen aty. Nëse do të ndodhte një gjë e tillë, kjo do të ndodhte vetëm me zhvendosjen e trupave nga Kaukazi, pra të çeçenëve në Iran. Po kjo do të ishte një hipotezë që do të kemi luftë toksore. Për momentin jemi ende larg nga kjo hipotezë. Ndërkohë unë kam një njoftim që cisterna të mëdhaja ruse kanë hyrë në Kubë dhe kanë çarë embargo në Shtetet e Bashkuara. Kjo ka ndodhur, është publike dhe rusët, nëse ju kujtohet ju, 3 javë më parë, udhëheqësi i Kubës vajti në Moskë, takoi Putinin dhe Putini tha që ne kemi qenë gjithmonë me Kubën dhe do vazhdojmë të jemi me Kubën dhe nuk kemi ndërmend që ta lëshojmë Kubën. Por në të njëjtën kohë, unë nuk mendoj që në këtë moment SBA-ja ka interes që të heqë vëmendjen dhe të shpërndahet në shumë fronte. Fronti që ka hapur me Iranin duhet me dojë mos i SBA-ja të mos dalë me disfat. Një disfat e SBA-s me Iranin do të ishte ikja përfundimtare e SBA-s nga linja mesme dhe ky është një luks që nuk mund t'ia lejojë dot vetes, as Donald Trumpi, as SBA-ja vetes. Më kollaj rrëzojnë Bibi Netanyahu nga pushteti dhe sjellin Yossi Cohenin, shefin e famshëm të Mossadit, që sot është kryetar opozite, sesa humbjen ushtarake të fuqisë më të madhe në botë sot që SBA-ja në linja mesme, sepse kjo do të ishte katastrofale për fatet e botës. Ndërkohë Ilir, meqense juve nuk keni qef të përfshiheni shumë në këto analizat e brendshme, unë do bëj një kështu analizë vogël timen. Janë 2 deklaratat të Ramës, i cili ka thënë që në rast të një lufte, nëse Evropa hyn në luftë, ne do të dërgojmë ne do të largojmë ushtarët, do të dërgojmë ushtarët shqiptar në kuadër të trupave të Bashkimit Evropian. Unë mendoj që mund të jetë planifikuar, e kam thënë edhe herë tjera, një luftë mes Evropës dhe Rusisë
Dhe mendoj që këto të gjitha komandohen nga një dorë, është në interes të një pakicë të vogël për të realizuar atë plan e madh depopullimit. Ky është gjithë qëllimi dhe futja e serbëve në luftë me Shqipërinë është ky një nga qëllimet për depopullim dhe për hapje të luftës në Ballkan, pasi do të përfshiheshin menjëherë Kroacia, e cila ka një aleancë me Shqipërinë. Një deklarat tjetër dhe Turqia, pastaj do hyrë dhe Greqia dhe Rumania si vend ortodoks do përfshihen ashtu si në luftrat ballkanike. Mendoj që në rast të një destabiliteti, maqedonasit do pozicionoheshin me Serbinë dhe me Rusinë me botën ortodokse, po kështu edhe malazezët do rreshtoheshin dhe do të ishin dorë nga paanësia kundër shqiptarëve dhe ne jemi në një moment të rrezikshëm, mendoj unë. Rama ka bërë dhe një deklarat tjetër, sa nuk i bën kot, dhe ka thënë që në rast se Kosova hyn në luftë, ne automatikisht do të hyjmë në luftë si shtet shqiptar, sigurisht kundër Serbisë, sepse nuk ka me hyrë tjetër Kosova në luftë, dhe historia përsëritet dhe është një dorë pak njerëzve ku janë bankierët dhe një elitë shumë e vogël, ndoshta dhe ata që qëndrojnë në hierarkinë më të lartë të botës, që lëvizin fijet e botës, Baba Karloja që i them unë, ose Komiteti 300-ve, ku përfshihen edhe entitetet tilla si Vatikani, Illuminati Bavares, të cilët ndërtojnë gjithë to skema për një zjarr të madh botëror me qëllimin e vetëm depopullimin. Ilir, Peter Hegseth, ministri i luftës i Shteteve të Bashkuara, në kuadër të asaj që dhe ju e thatë, në përputhje është kjo ide, po ta zgjeroj më pak, ka deklaruar që avionët tanë tashmë mund të fluturojnë mbi Teheran, mbi Isfahan dhe mbi të gjithë territorin natën, ditën, në çdo kohë, dhe ne kontrollojmë ajrin dhe jemi në gjendje të godasim çdo forcë armike. Ndërkohë, një nga sukseset e vazhdimit të luftës të Iranit është studimi që strategët ushtarak të Iranit, qysh në vitin 84, dhe sidomos mbas ngjarjeve në Irak, ku pushteti ishte qendror dhe shumë i centralizuar dhe strategjia ishte godit prir kokën atij që është në maj dhe gjithë trupi nuk funksionon, ju e përmendet pak më parë, Irani ka ndërtuar 38 qendra të pavarura me komandat e tyre të pavarura, të cilët kanë të drejtë të veprojnë në mënyrë të pavarur kundër çdo invadori, dhe suksesi i vazhdimit të luftës sot nga Irani, megjithëse ju pre koka, domethënë qeverisë qendrore, me ato vrasjet që u bën që nga Komenei, Ali Komenei e të tjerë, njerëzit e tjerë të rrotull, lufta po vazhdon. Dhe Peter Hegseth pas kësaj, duke deklaruar që ne dominojmë sot Iranin, deklaroi që ne kemi nevojë të dërgojmë më shumë avion, më shumë goditje, më shumë armatime për ta nënshtruar Iranin, dhe janë deklarata në çiksi kontradiktore. Nga një anë thotë që janë shkatruar të gjitha dhe ne dominojmë gjithë hapësirën ajrore të Iranit, dhe nga ana tjetër thuhet që kemi nevojë atë që the edhe ti për deklaratën e Netanyahut, që sot ne kemi fituar, por kemi nevojë të dërgojmë trupa në Iran. Strategjia e Izraelit gjithmonë ka qenë që të futë në luftë vendet e bardha të krishtera me vendet muslimane. Kjo deri tash është arritur me një pjesë të vendeve të bardha dhe të krishtera, duke futur fuqinë më të madhe ushtarake në luftë kundër Islamit, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe tashi po përpiqet që të futë, të përfshijë dhe Evropën dhe ty gjithë bota islamike në luftë me vendet e krishtera dhe të shndrohet në një luftë fetare. Sa gjasa ka që të ndodhë një skenari tillë katastrofik? Shiko, aspekti eskatologjik i kësaj lufte nuk ka lidhje me interesat ekonomik. Aspektet eskatologjik shërben për të ruajtur regjimet. Në rastin iranian, aspekti eskatologjik shërben për të ruajtur regjimin e ajatollave, dhe në rastin izraelit shërben për të justifikuar pra luftën, frontin e radhës të luftës që ka hapur, duke llogaritur që
ky është viti i tretë radhasi që Izraeli është në luftë, kjo ka një kosto jo të vogël për ekonominë e brendshme të Izraelit, për gjendjen politike brenda Izraelit, por edhe për gjendjen geopolitike të rajonit. Kështu që aspekti eskatologjik do ta shoqëroj gjithmonë këtë luftë. Ajo gjë që thoni ju nga pikpamja ushtarake, që palët deklarojnë që ne po fitojmë, na tregon që ka një mospërputhje mes asaj që thuhet dhe asaj që ndodh. Propagandë. Por në anën tjetër, kjo është normale në një luftë, ka qenë gjithmonë normale, por në anën tjetër ne po shohim që palët kanë strategji të ndryshme. Pra, iranianët pikërisht pse kanë parashikuar e përsinë ajrore të SBA-s të Izraelit, shumë më përpara në doktrinën e tyre të mbrojtjes dhe doktrinën e tyre ushtarake, kanë parashikuar që gjithçka ta kenë nën tokë. Pra fabrikat i kanë në tokë, prodhimi i kanë në tokë, teknologjinë ushtarake i kanë në tokë, raketat i kanë në tokë dhe i kanë me shumicë dhe kjo është arsye pse nuk ndalojnë. Se përndryshe, nëse do të ishte vërtet që ishte shkatruar gjithçka, nuk do ishim këtu. Por ajo gjë që palët kanë harruar është që përdorimi i aspektit eskatologjik ka dhënë efektin e kundërt në raport me atë që pritej, pse pritej llogaritë që po të vritej Khamenei, 60% e popullsisë mbas sondazheve është kundër regjimit, por ndërkohë harrojnë që me vrasjen e Khamenei, një lider fetar 87 vjeçar, i dha atyre nga pikpamja eskatologjike pikërisht ata që prisnin, pra Mediun, pra imamin e fundit që do të vi nga pikpamja fetare të shpëtojë botën, dhe kjo në vend që ti përçaj shiitët, i bashkon. Pa futur këtu aspektin historik të persëve, të cilët nuk janë një popull që janë mësuar që të humbin një luftë nga jashtë, e aq më tepër që këtë luftë ta humbin për shkak të hebrejve. Pra nga kjo pikpamje, kjo jo vetëm që se ka dëmtuar regjimin, po e ka forcuar. A mund të shoqërohet me një luftë botërore si aty? Hipotezat ngelen janë aty, domethënë, dhe nuk është e pamundur kjo gjë, por kjo do të vi pas si të merren vendimet e mëdha, që me sa duket jemi ende larg marrjes vendimeve të mëdha. Cilit mund të ishin vendimet e mëdha? Mund të ishte o përdorimi i bombave bërthamore që në një lloj forme me spont presidenti Trump pardje ja përmendi kryeministres Japonisë, ose rreshtimi me një ushtri 1 milion ushtar nga gjithë bota që do shkonte të rrëzonte regjimin në Teheran, gjë për cilën partnerët e parë dhe aleatët e parë të Trumpit, pra në NATO, pra në BE, janë tërhequr, dhe kjo është arsye pse presidenti Trump është nervoz me pjesën tjetër europiane. Unë mendoj që pas një muaj luftë që kemi këtë panoramë që fotografuam deri tani, nuk mund të themi që ka një vendimarrje në raport me çfarë ndodh. Unë mendoj që do të kemi ende raporte dhe veprime të shërbimeve inteligjente dhe të CIA-s edhe të Mossadit edhe të Amanit izraelit brenda Izraelit për të goditje të cilat do ta ulin reputacionin e forcës iraniane brenda vendit ose në rajon. Dhe në anën tjetër këtë gjë Irani do ta shoqërojë po me goditje të tilla nëpërmjet proksit të tyre në Irak, në gjithë rajonin përfshi këtu lufta mes Hezbollahut dhe Izraelit në jug të Libanit, po ndoshta edhe po të Jemeni kontrollon hyrjen e detit kuq. Po ndoshta edhe në Yemen daljen e detit kuq më saktë. Po, se daljen mund ta quajmë. Dhe apo siç ishte goditja me rakete një ishull 4000 kilometra larg Iranit për treguar pra një forcë, pra por jemi ende larg luftës reale. Pavarësisht përdorimit të shumë armatimeve të nivelit shumë të lartë edhe nga SBA-ja, nga Izraeli dhe nga Irani, ende numri të vdekurve shumë i ulët në raport me ato që duhet të kishte një luftë për të konsideruar një luftë e madhe. Kështu që në ditët dhe javët në vijim, më shoh që do të kemi zhvillime të reja që do na tregojnë a do të kemi apo s'do të kemi një luftë më të gjerë se aq. Sigurisht efektet e kësaj lufte janë efektet të një lufte globale ekonomike. Të e kemi. Luftën globale ekonomike e kemi. Sa mund të thellohet, sa mund zhvillohet dhe sa do t'i dëmtojë qeveritë e ardhshme,
Këtë do ta shohim, referendumi që është këtë fundjavë në Itali, pro ose kundër Melonit, zgjedhjet vendore që janë në Francë, e me radhë do shohim pra cilët janë indikatorët. Zgjedhjet fundit vitit në Shtetet e Bashkuara, ato i kanë kohë, po them këto që i kemi pikërisht këto ditë, ato kanë kohë, pra këto do të shohim pikërisht këto ditë për të kuptuar edhe sensibilitetin që kanë njerëzit e qytetarët e vendeve në raport me këto zhvillime. Presidenti Trump ka arritur disa suksese, kjo është pyetja e fundit i lirë, sepse jemi në fund të emisionit, ka arritur disa suksese në politikën e tij të jashtme. Ai futi proteksionizmin dhe hoqi rreshtimin e Shtetet e Bashkuara në OBT, në Organizatën Botërore të Tregtisë. Mori në kontroll kanalin e Panamas dhe tha s'ka mëkin këtu, tha, dhe Rusi këtu do kontrollohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe i takon dhe së është në kontinent dhe ka ndërtuar Amerikanë. Ka ndërtuar vetja, ka bërdurat Panamas. Po, duhet të themi gjërat siç janë. Po, ashtu është, patjetër ashtu është. E treta, mori në kontroll Venezuelën nga kontrolli kinez dhe rus. Bëj një marrëveshje me Po, mirë, Venezuela ka filluar të ndryshojë, nuk po bën më tregti me Kinën. Sigurisht, kjo ishte marrëveshje. Dhe ka filluar të ndryshojë dhe strukturat ato kushtetutën, mënyrën e qeverisjes, po. Dhe ka filluar bëhet një vend demokratik dhe po anon nga demokratik mbetet për tu parë, po një vend po anon nga do më thënë nga ana e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në geopolitik. Njëkohësisht ka një grup tjetër, Brazili është në BRICS, është kundër unilateralizmit amerikan, pra është për të krijuar dy pole, të krijohet dhe BRICS-i. Dhe njëkohësisht në vendet tjera të Amerikës Latine, si Kili, Paraguay, ka lëvizje kaotike ose të majta komuniste, të cilat janë kundër, janë kive, janë ato politikat. Unë mendoj se ne duhet bëjmë një analizë vetëm për Amerikën Latine. Në një moment të sepse është shumë e gjerë sa hapim një kapitull për një tjetër, meqense edhe koha jemi në fund, bisedat me juve i lirë s'kan fund. Dhe na hapet nga një çështje tjetër. Mendoj atëherë ta mbyllim këtu, jam dakord i lirë, dhe javës tjetër po ashtu bisedojmë dhe këtë çështje në lidhje me përpjekjet e Shtetet e Bashkuara për të vënë kontroll në hemisferën perëndimore, deri shtunën tjetër të ardhshme ku do të ndiqni këtë bisedë interesante në vazhdim. Miru pafshim dhe mos harroni të nderuar shikues një subscribe kanalit Iqeni Gurin e Sizifit nga zemra dhe nga dora, sepse jeni 20.000 subscribera dhe i ndiqni emisionet tona nga 50.000, 60.000, 70.000 deri 100.000 dhe kjo tregon që na ndiqni mbrapa gardhit. Ishni dorë nga gardhi, iqeni gardhin, një klik atje ku thot subscribe dhe ju ndjekim neve ju, s'ka nevojë të na ndiqni ju ne. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim në emisionet e radhës. Tung tung, Ilir, faleminderit. Faleminderit ju.